Unë thash, më mirë të shkelim, të ndryshojmë statutin, se sa ta shkelim. U shkel statutin dhe një pjesë të asaj që ndodhi me 11 maj, e kishim për shkak të shkeljes të statutit. Po unë sot jam shumë krenare me veten time, që e thash, mos ta bëjmë shkeljen e statutit, mos i përjashtojmë disa njerëz, se është ky personi që tani flet për Sali Berishën, i cili u përjashtu nga primare. Më fal, kush ishte kontributi, po e marr për, se unë s'kam qef të flas për njerëz, e du shumë fort Besardin, është djalë shumë i mirë, po kush ishte kontributi i Besard Xhaferit në Partinë Demokratike përpara Adriana Kalas? Pse Adriana Kalaja, po marr veten time, duhet futej në primare dhe Besard Xhaferi jo? Dhe prandaj thash, është morale që sot ne të bëjmë analizën nga vetja. Çfarë bëre ti në raport me Sali Berishën? Ku ishte kontributi jot me Sali Berishën? Nuk po marr kontributin historik, se atë nuk ka birnëne që ta krahasoj. Po flas vetëm për pjesën nga 2022 që zoti Berisha është në krye të Partisë Demokratike. Kështu që ne, është si puna asaj, duhet shkojmë përpara pasqyrës, të shohim veten tonë me detaje, dhe pastaj mund t'i themi të tjerëve, se jo gjithmonë pasqyra nuk të tregon ashtu siç duhet. Ka raste që pasqyra të tregon siç duhet. Kështu që ne, unë thash jam kundra totalisht kësaj, sepse e dikur do thoja unë që të respektohet statuti, po, kur zoti Berisha do kishte një mandat, do me thënë në kuptimin juridik, ta gëzonte të qetë mandatin e tij si kryetari i Partisë Demokratike.